Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar në lidhje me aksidentin e rëndë që u mori jetën 2 fëmijëve të mitur 12 vjeçarit Eneo Muça dhe 10 vjeçarit Klersi Nikolli në qytetin e Durrësit, ku i plagosur mbeti edhe 11 vjeçari Arvion Meslani. Në një postim në Facebook, Berisha shkruan se autori, i cili sipas tij është i përkëdhelur nga Partia Socialiste, ishte problematik dhe i paprekshëm. I la në kthetrat e vdekjes, nuk ju dha asnjë ndihmë. Autori është i njohur si i përkëdhelur i Partisë së Krimit, problematik për lagjen, por i mund dhe i paprekshëm, thekson Berisha, ndërsa më tej kryedemokrati u ka shprehur familjarëve të 2 viktimave ngushëllimet e tij më të ndjera. Postimi i Berishës. Një tragjedi e vërtet. Miq, 58 vjeçari Radaçi ju mori jetën në Durrës me makinë 2 djemve, njëri 10 vjeç dhe tjetri 13 vjeçar, dhe të tretin 8 vjeçare dëmtoi rënd dhe si monster i ambafi. I la në kthetrat e vdekjes, nuk ju dha asnjë ndihmë. Autori është i njohur si i përkëdhelur i Partisë së Krimit, problematik për lagjen, por i mund e i paprekshëm. Fjalët nuk mjaftojnë për të shprehur dhimbjen dhe ngushëllimet më të ndjera familjeve të ëngjëjve viktime. Unë i lutem Zotit që shpirti i tyre të bëhet dritë dhe prindrit të gjejnë forcën për të përballuar këtë gjëm të rëndë, si dhe uroj shërim të shpejt voglushit në spital, kurse vrasësit të fëmijëve dhe mbrojtësve të tij dëshkimin më të rënd, u shpreh Berisha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.